Tani ftoj kandidatin ton për kryetar të komunës së të Arcës, zotin Ruhan Ilazi. I nderuari kryetar, zoti Mendu Thaçi, të nderuar zonja dhe zotrinj. Pjesëmarrja juaj ka shumë arsye që ta dëgjoj fjalën e drejtë dhe mendimin e sinqert që u theq Partia Demokratike Shqiptare. Sepse Partia Demokratike Shqiptare është e vetmja parti e cila ka guximin, idenë për t'i zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët. Me dignitetin më të madh do të jemi të koncentruar në zhvillimin infrastrukturor, zhvillimin e arsimit, institucioneve arsimore, institucioneve shëndetësore, si dhe zhvillimin e bujqësisë në komunën e Të Arcës. Tash është koha që bashkë me ju ta kthejmë shpresën, dignitetin dhe zhvillimin në komunën e Të Arcës. Fitoria e PDSH-s në komunën e Të Arcës dhe në komuna tjera është e pashmangshme. Ngushtimi i çdo gjëje në hapësirat shqiptare është edhe një shkas më tepër që mbështetja juaj dhe angazhimi ynë të jenë më të fuqishëm për Partinë Demokratike Shqiptare. Na prifte mdara. Faleminderit.